Pse me bipolaritetin tënd do të merrem unë? Egli Tako kritikohet për deklaratën ndaj Gjestit. Egli Tako, e ftuar në emisionin Goca Gra, solli pozitivitet dhe sinqeritet gjatë intervistës së saj, por një koment i bërë prej saj gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme të VIP-ave në Shqipëri edicioni i 4 u rikthye në vëmendje. Moderatorja Kleoniki i kujtoi një moment delikat kur Egli, e paqartë për qëndrimin e Gjestit ndaj saj, herë afrim, herë largim, i ishte drejtuar me fjalët: "Pse me bipolaritetin tënd do të merrem unë?" Kleoniki theksoi se bipolariteti është një çrregullim serioz dhe i lidhur ngushtë me depresionin, dhe se kjo deklaratë nuk ishte e përshtatshme. Sidomos duke pasur parasysh që Egli ka folur më parë hapur për shëndetin mendor, Egli reagoi me maturi dhe pranoi se ndoshta ishte treguar e nxituar në atë moment. Ajo sqaroi: "Ndonjëherë mbase tregohemi edhe pak të nxituar." Për sa i përket frazës që unë i kam thënë, për shkak të ndryshimeve, luhatjeve të frikshme të shpeshta të humorit, por jo me nota kaq dramatike, pra gjëra që mua më mundonin. Sepse çfarë flitej në mëngjes nuk flitej mbas dite dhe nuk flitej në darkë, në këtë sens bipolariteti. Deklarata e saj nxiti një diskutim më të gjerë mbi mënyrën si përdoren termat e shëndetit mendor në debate emocionale, sidomos në një format kaq të ndjekur si është shtëpia e VIP-ave, ku personazhet publik bashkëjetojnë për më shumë se 100 ditë dhe për çdo moment janë të vëzhguar nga kamerat. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.